Në fakt Anila nuk është se hodhi përgjegjësinë zonja Kryemadhi e ka marrë vetë që në momentin që ajo është pyetur gjatë hetimeve paraprake në prokurori dhe ka thënë që të gjitha shpenzimet që kanë qenë lidhur me familjen, me banesën, me qira apo me marrëdhënie, shitblerje dhe kontrata janë gjitha të mia dhe deklarimet apo mos deklarimet që janë bërë pranë LGP-s dhe për fëmijët e saj janë të gjitha përgjegjësia ime sepse unë jam marrë me menaxhimin e shtëpisë dhe është normale se nuk besoj që merret prokurori me shtëpinë, merret padyshim bashkëshortja e prokurorit dhe duhet jemi korrent sepse familjet shqiptare natyrisht që bien mbi gra dhe ju jeni gra, jeni zonja dhe e kuptoni që ministri i brendshëm në familje padyshim që është gruaja. Jo, kam qenë klasa punëtore që zbatoja gjithë mbarvajtjen e shtëpisë. E para një herë nuk ka asnjë shpenzim të tepruar nga pretendimet që në një pretendim nga Smakur. Bëhet fjalë për operacionet shëndetësore të vajzës time dhe të mia, një operacion të zotit Meta, që edhe ato kanë qenë të deklaruara. Sigurisht pretendimet në dosjen e Smakut nuk ka asnjë operacion plastik, nga ato që pretendohet, biles dini që këtë javë jam ke ata çunat e Andales. Pra nuk kanë qenë ministri brendshëm. Përsheja. Gratë janë Ilir Meta në familje. Për fatin e tij të mirë, por edhe për fatin e tij të keq. Për fatin e tij të mirë është që duke qenë burr shteti, ai nuk është marrë asnjëherë me gjërat e shtëpisë, pra me dritat, me ujin, me shtëpinë, me gjellën, me drekën, me darkën, me fëmijët, me shkollat, me spitalin e fëmijëve etj. Ky është fati i mirë, pra nuk ka pjesë asnjë lloj shpenzimi dhe asnjë lloj marrëdhënie time me kushuririn tim Adrian Shatku, që edhe ajo është histori tjetër. Fati i tij Qyla Xhia i gjithë jetën ka përfituar një 10 milionë euro tani në Amerikë, se tani që çështja shkoi për gjykim do të hapen gjithë letrat, sepse është shkelur privatësia dhe gjithë marrëdhënia e mirëbesimit që ka midis Smakut dhe Ministrisë dhe Departamentit Drejtësisë, sepse dokumentacionet e presupozuara që janë marrë të Adrian Shatkut janë marrë pa vendim gjykate, gjë që është totalisht e kundralishme dhe e dënueshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që nga ana tjetër, po them ke fatkeqësia e saj është që Ilir Meta për hir të politikës ka kaluar shumë pak kohë me fëmijët e tij.